ju lutem thoni këtë, dy gjëra janë në këtë mes. Po. Së pari edhe kryesorja është që nga biseda që ju keni pasur, pra këtë shumën e ka paguar edhe ka dalë garant vetë Nuretdini? Së pari dhe së dyti, apo është në mos gaboj siç thot Partia Demokratike që lekët janë mbledhur dhe po paguhen nga një shoqat në mos gaboj një shoqat e pyeta Nuretdin vërtet çfarë shoqata, por unë isha në pushim. Për 10 ditë isha në pushim në Republikën Dominikane. Menjëherë sa u ktheva nga pushimi në Republikën Dominikane, erdha edhe një javë në Shqipëri, në 8 ditë. Menjëherë sa erdha nga Shqipëria shkova në Kanada, nuk kam qenë aktiv në komunitet për të paktën një muaj e diçka, edhe nuk e disha, tha njerëzit kanë dhënë pare, po vazhdojnë të japin. Njerëzit japin për diçka që besojnë edhe mendojnë. Pra, i kanë dhënë njerëzit, jo të gjitha Nuretdini, apo si është... Po tash ndoshta Nuretdini nuk i ka gjithë ato se janë shumë pare. Ato paret nuk janë levrues, si thonë në Shqipëri, nuk janë dhënë menjëherë. Se asgjë s'ka menjëherë në Amerikë. Pra ne njerëzit... Po, është kësti do muaj nga $250,000. Fix. Ajo është shumë e kollaj, shumë e lehtë. Shumë e lehtë, domethënë 100 veta, 200 veta me gjet, i takon nga $50,000 edhe kryet puna. Këtu i ke gjysmë milion shqiptar, paktën në New York. Nuk është për një njeri që ka biznes successhëm që bën 2 milion, 3 milion, 4 milion, 10 milion dollar në vit, nuk janë as pak $250,000. $250,000 janë unë për vete kur kam po flas kur kam fillu mu marr me kështu me si agent shitje, ka pas muj për shembull që kam shit edhe se s'është mirë me i fol numrat, kam shit edhe gati $200,000 në vit, në muj, fal. $200,000 në muj i takojnë për shembull diku 30 deri në $50,000. Tash për dikon në Shqipëri thot, që kanë shumë, unë si bëj dot. Kështu është kapitalizmi. Edhe nuk i kam bon as me droga, as me vjedhje, vetëm me punë nëshme. Edhe Nuretdini, nëse amerikanët për t'ju përgjigjur kësaj tuajës, po ju përgjigjem me një shprehje që ju e dini më mirë se unë, që përdorin ata andej. Tani drejt falas nuk ka. Në qa kuptim këtu të dy bërë mund të jap njëri falas diçka? Po. Unë disa herë kam qenë i pranishëm këty dhe kam thonë njerëzit në Shqipëri motivi është leku. Është leku pse është një vend që paktën unë për vete di që kena qenë në atë existence mode, me YouTube, vetëm për me YouTube, me hangër, me pas bukë në tavolinë, me pas mjaft mesh ose disa kushte elementare që njerëzit në përbot i kanë pas. Por siç thatë ju, nuk bëhet fjalë për shuma që në Shqipëri konsiderohen të vogla, por të konsiderueshme shumë. Absolutisht nuk konsiderohet vogla, edhe $100,000 janë pare. A kupton? Po flas kur i bën me djers. Atëherë kur ti ke jetu në një mënyrë, se mod i thonë anglisht, me një mënyrë mbijetese, me mbijetu në Tropoj, me mbijetu në Saran, me mbijetu në Divjak, me mbijetu në Tiranë, në kryeqytet ku ti s'ke pas kushtet elementare